Kushtetuta e Kosovës përcakton që nëse përbërja e propozuar e qeverisë së re nuk e merr shumicën e nevojshme të deputetëve, presidenti i Kosovës duhet të emërojë një mandatar të dytë për kryeministër brenda 10 ditësh, i cili i ka gjasat më të mira për të formuar qeverinë. Kreu i partisë së dytë të dalë nga zgjedhjet e nënshkruajtit, Memli Krasniqi nga Partia Demokratike e Kosovës, ka thënë se do t'i kërkojë presidentes Vjosa Osmani që të shkohet në zgjedhje menjëherë, e sipas kushtetutës, zgjedhjet duhet të mbahen brenda 40 ditëve nga data e shpalljes. Deri atëherë, qeveria në detyrë do t'i kryente detyrat e saj. Pas dështimit të formimit të qeverisë, Kurti 3, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka njoftuar se do të ftojë partitë politike për konsultime brenda afatit kushtetues dhe në përputhje me përgjegjësitë e saj kushtetuese. Lajmin e bëri të ditur Bekim Kupina, këshilltare për media i presidentes. Presidenti Osmani do t'i ftojë partitë politike për konsultime gjithsesi brenda afatit kushtetues dhe në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese, ka thënë Kupina. Dështimi i sotëm shënon një pengesë të madhe në procesin politik në vend, pasi pas 8 muajsh përpjekjeje për të formuar një shumicë parlamentare, kjo nuk u arrit. Analisti politik Sadri Ramabaja ka reaguar pas dështimit të formimit të qeverisë së re. Sipas tij, opozita nuk i ka pranuar rezultatet e zgjedhjeve të nënshkurtit 2025 dhe dështimi i sotëm ishte i paralajmëruar. Zgjedhjet e ardhshme që pritet të mbahen në muajin dhjetor 2025 nuk do të janë thjesht proces formal, por një referendum i heshtur mbi drejtimin moral e kombëtar të shtetit, ka shkruar Ramabaja. Kur zgjedhjet parlamentare shndërrohen në referendum, dështimi i kësaj legjislature në seancën e sotëm për votimin e qeverisë ishte një akt i paralajmëruar, që kur opozita de facto ishte barrikaduar dhe nuk i pranoi rezultatet e zgjedhjeve të nënshkurtit 2025, qeverinë Kurti 3, opozita shihte dhe e sheh si një lloj giotine të llojit të vet, respektivisht një lloj përmbysje të historisë. Në këto rrethana, zgjedhjet e radhës, që tashmë duket se do të jenë në muajin dhjetor 2025, nuk janë vetëm një proces formal për ndarjen e mandateve. Në këtë rast, zgjedhjet shndërrohen në akte legitimiteti historik, në të cilat qeveritë nuk votojnë vetëm për programe, por për drejtimin moral e kombëtar të shtetit. Kjo është arsyeja pse zgjedhjet e parakohshme që pritet të mbahen në Republikën e Kosovës në dhjetorin e këtij viti, për nga pesha e tyre politike dhe emocionale, do të kenë përmasat e një referendumi të heshtur mbi vetë natyrën e shtetit dhe të së ardhmes së tij politike. Muaj që prej thirrjes së seancës konstituive me 15 prill, më në fund kemi kuvend të konstituuar dhe kemi arritur në pikën e formimit të qeverisë si materializim i rezultatit të zgjedhjeve të nënshkurtit si vjet. Kjo është një vonesë pa precedent në historinë e Republikës, ku 5 nga këta 6 muaj deputetët ishin duke pritur gjykatën kushtetuese. Kjo vonesë ka ndikuar në mbarvajtjen e punëve shtetërore, janë vonuar marrëveshjet ndërkombëtare, plani i rritjes me Bashkimin Evropian, proceset e reformave dhe është lënduar besueshmëria e shtetit ton para partnerëve ton ndërkombëtar. Në këto 6 muaj, përpjekjet për ndërtimin e një shumice qeverisëse nuk dhanë rezultat, përkundër tentimeve tona të disa hershme e shtërruese. Asnjëra nga partitë parlamentare, të cilave u bëm ftesë, nuk ka pranuar të hyjë në marrëveshje për bashkëqeverisje, megjithse vota e qytetarit kësaj radhe kishte përcaktuar që duhej të kishte një koalicion qeverisë. Po të pranohej oferta jonë për bashkëpunim, sot do të kishim mundësinë të jepnim vendit edhe qeverinë e re të koalicionit, por do të kishim edhe numrat e nevojshëm për të tejkaluar sfidën e zgjedhjes së presidentit, sfidë kjo e cila na pret pas 4 muajsh. Sidoqoftë, si pasojë e mosgatishmërisë nga partitë tjera parlamentare që të morrin përgjegjësinë që u ka deleguar qytetari me votë, sot ndodhemi përpara një situate ku qeveria e re propozohet për votim jo si produkt i një koalicioni politik, por si një akt i shërbimit ndaj vendit. Ky votim sot nuk është thjesht formalitet politik, por përgjegjësi shtetërore. Pa votimin e qeverisë së re, Republika rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja, pa shumë institucione funksionale dhe pa buxhet të miratuar për vitin arsh. Kjo do të nënkuptonte rrezikim të pagave për shërbyesit publik, pensioneve, shtesave për fëmijë,
asistencës sociale, furnizimit me barna, funksionimin e organeve të rënda që nuk mund të ecë përpara. Në mungesë të një kuvendi funksional, gjatë këtyre muajve janë edhe 33 agjenci dhe institucionet pavarura shtetërore që kanë mbetur pa mbikëqyrje institucionale. Kjo ka krijuar vakum drejtues, vonesa në vendim, një ditë humbje për zhvillimin, për qytetarin dhe për shtetin. Për më tepër, përderisa nuk votohet